Në çeljen e javës së paras, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko vlerëson se sistemi kombëtar i pagesave në monedhën europiane u ka kursyer klientëve të sektorit bankar rreth 100 milion euro deri më sot. Kjo sipas Sekos ka sjellë më shumë kursime për qytetarët. Banka Qendrore gjithashtu ka krijuar dhe sistemin e pagesave të brendshme në euro, AIPS në euro, i cili ka kursyer qytetarëve 100 milion euro kursime vetëm nga viti 2022. Gjithashtu kemi edhe një sistem pagesash me vlerë të vogël në funksion të kursimeve të qytetarëve. Gjithashtu neve kemi zeruar komisionet nga viti 2020 për pagesa deri 20.000 lekë, të cilat kanë krijuar gjithashtu kursime për qytetarët dhe bizneset në vlerën e 700 milion lekëve gjatë asaj periudhe. Banka e Shqipërisë pritet të prezantojë së shpejti një mënyrë të re për kryerjen e pagesave të thjeshta nga celulari. Guvernatori Seko e bëri të ditur praktikën në pritje duke ju referuar marrëveshjes së nënshkruar pak kohë më parë. Sfida e të ardhmes është modernizimi i sistemeve të pagesave dhe digitalizimi i sistemeve të pagesave. Dhe në këtë drejtim ju keni dëgjuar që ne jemi bërë antar i SEPA-s dhe gjithashtu do të implementojmë një sistem pagesash nëpërmjet celularit që është kloni i sistemit TIPS që përdor Banka Qendrore Italisë në gjithë Europën, pra dhe ne në Shqipëri do të implementojmë një sistem në përputhje me sistemin e Bashkimit Evropian, i cili do të krijojë qytetarëve mundësinë për të bërë pagesa 24 orë në 7 ditët e javës nëpërmjet celularit. Fokusi i këtij viti javës së paras do të jetë jo vetëm në rëndësinë e zgjedhjes me kujdes të burimeve të informacionit dhe ndjekjes së këshillave financiare të besueshme për të ndërtuar një të ardhme të sigurt financiare, por edhe një reflektim mbi rrugëtimin 100 vjeçar të Bankës së Shqipërisë në sigurimin e një sistemi financiar të qëndrueshëm dhe të besueshëm.